Tajfuni Bavi vë sërish në alarm këtë shtet, evakuohen mijëra banor pas kërcënimit të dytë brenda javës. Zonat lindore të Kinës janë përfshirë nga masat gjera evakuimi, ndërsa tajfuni Bavi, stuhia e dytë që rrezikon vendin në harkun e një jave, po afrohet drejt vijës bregdetare. Institucionet përgjegjëse kanë ngritur alarmin për rreshje shumë intensive, si edhe për një rrezik të shtuar nga përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut. Sipas parashikimeve meteorologjike, stuhia pritet të dalë në tokë të dielën në mëngjes pranë qytetit Wenzhou në provincën Zhejiang. Edhe pse tashmë është dobësuar në një tajfun të kategorisë 1, Bavi vijon të konsiderohet kërcënues për shkak të sasisë së madhe të lagështirës që transporton. Autoritetet kineze kanë bërë të ditur se provincat Zhejiang dhe Fujian mund të përballen me rreshje zakonisht të rrëmbyeshme, ndërsa kanë sqaruar se largimi i banorëve është ndërmarrë për të shmangur pasojat më të rënda të mundshme. Wenzhou, një qytet me rreth 10 milion banor, ndodhet pranë rrugës së parashikuar të stuhisë. Përpara se të drejtohej nga Kina, Bavi goditi i shujt Sakishima në jug të Japonisë, ku mbetën të plagosur të paktën 5 persona dhe mijëra të tjerë mbetën pa energji elektrike. Më pas, tajfuni solli rreshje të dendura edhe në Taiwan, duke rritur rrezikun për rrëshqitje toke dhe duke detyruar evakuimin e mijëra njerëzve, ndonse nuk janë raportuar viktima. Më herët stuhia shkaktoi rrëshqitje edhe në Filipine, ku humbën jetën të paktën 17 persona. Fillimisht Bavi u krijua në një super tajfun dhe goditi Guamin dhe ishujt Mariana Veriore me era që arritën deri në 290 km/h. Teksa lëvizje në paqësor ai u dobësua me rreth 144 km/h, por mbeti një rrezik serioz për rajonin. Në Taiwan, 10 fluturime janë anulluar dhe procesi mësimor në shkolla është ndërprer. Banorët janë pajisur me ushqime dhe produkte të domosdoshme në pritje të përkeqësimit motit. Në të njëjtën kohë, jugu i Kinës vazhdon përballet edhe me dëmet e lëna nga tajfuni Majusak që goditi vendin në fillim të javës. Sipas autoriteteve, kjo stuhi shkaktoi të paktën 39 viktima, dëme të mëdha në bujqësi dhe solli edhe 2 tornado të rralla në provincën Hubei.